pra në kuptimin të pa u plotsu dhe në kuptimin kushtetues, ja thash edhe më herët, rrezikojmë të hyjmë seriozisht në një anarki kushtetuese sepse s'ki kuvend dhe nuk do të kemi as president. E kreu I shtetit është I pari I shtëpisë, kështu në kuptimin e plot fjalës dhe imagjinoni shtëpia të mbetet pa titullarin e saj. Pra është e domosdoshme, është emergjente, ashtu siç edhe po e dëgjoj nga ju që duhet patjetër të filloj puna sa më parë. Unë besoj që partitë politike duhet ta marrin shumë seriozisht nga momenti I konstituimit të Parlamentit të Kosovës të mos humbin kohë dhe thjesht mos ta presin afatin e fundit ose të mos kalkulojnë kuptimin e interesit qoftë personal edhe politik edhe partijak, por vërtet mos luajnë me fatin e shtetit të Kosovës sepse sinqerisht nëse Republika e Kosovës që është ndërtuar me shumë mund vjen në një situatë që nuk është e aftë me I kriju si duhet institucionet themelore, në këtë rast vitale siç janë kuvendi, qeveria dhe pozita e presidentit të shtetit, atëherë vërtet ne vetëm I çojmë, të themi ashtu, mesazhe të këqija të partnerëve tanë, edhe qytetarëve, por për mas keqi I gëzojmë armiqtë tanë, sepse në fund ata I dojnë që të sjelljet tonë dhe ata me shumë kështu zell e presin ditën kur Kosova nuk është në gjendje thjesht as me zgjedh një president, as me formu kuvend, por as me formu as qeveri, këto që janë tri halkat kryesore të pushtetit në Kosovë. Kur jemi tek mesazhet, zotri Bukaçku, mesazhi I qartë ishte edhe I qytetarëve kësaj radhe, sepse nëse përmendni që në një skenar të mund të shkojmë sërish në zgjedhje të tjera, e cili mund të jetë rreziku I daljes së qytetarëve, sepse e kemi parë kësaj radhe për zgjedhjet e treta parlamentare, ndonë se ishin të pestat brenda një viti, duke I përfshirë